Audio Jungle. BDI në këto zgjedhje rivale ka VMRO-n dhe jo PD-shin. Këto zgjedhje janë një sprovë se elektorati dhe shqiptarët në Maqedoni kanë kuptuar si një betejë të fortë politike me VMRO-n, nga e cila BDI do të dalë shumë e fuqishme jo për veten e saj, por për interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Këtë theksoi bardhësi i listës së BDI-s në njësinë zgjedhore 5 Musa Xhaferi në një takim me strukturat partijake të kësaj partie në Struk. Ai ka theksuar se kur mundet që VMRO të mobilizojë votuesit e saj të dalin në zgjedhje në masën 80%, të njëjtën gjë detyrimisht do të duhet ta bëjë edhe BDI në mënyrë që prezenca e shqiptarëve në parlament të jetë rëndësishme. Nga ana tjetër, Amis Merko, i dyti në listën e kandidatëve për deputet pas Xhaferit, tha se struganët e kanë kuptuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, gjë që është reflektuar edhe mobilizimin e të gjithë aktivistëve, simpatizantëve, por edhe qytetarëve pro BDI-s. Me këtë mobilizim dhe angazhim i arritshëm nuk është vetëm deputeti i tretë, por edhe ai i katërt në njësinë 5 tha Merko. Sa ka që shefi i shtabit komunal të BDI-s në Struk Tahir Hani madje të nënvizoi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve dhe nevojën për një angazhim të vazhdueshëm për të arritur pritshmërinë elektorale dhe politike të BDI-s. Kandidatët për deputet të njësisë zgjedhore numër 6 nga BDI dhe këshilltarët komunale funksionar të tjerë vizituan dje disa fshatra të Malësisë së Tetovës, njofton bashkë.eu. Kandidati për deputet në këtë zonë zgjedhore Asbilika tha se në BDI janë të gjithë gjeneratat që kanë kontribuar për kombin. Tek ne janë atletarët e lëvizjes së 68, ato të 81-shit, tek ne janë ushtarët e luftëtarëve të fundit, për tek ne është rinia, forca dhe shpirti i këtij kombi. Malësia është detyrimi jon sepse bukën që na e keni dhënë atë kohra ne nuk mund t'ua paguajmë asgjë, tha Lika. Lika bëri thirrje për dalje masive në zgjedhjet parlamentare, duke theksuar se ky mandat do të jetë më ndryshe dhe më i fuqishëm nga mandatet e tjera dhe se mbi 2800 projekte presin për realizim. Madje shefi i shtabit zgjedhor në Tetov Xhevat Ademi bëri thirrje që Malësia, siç i ka dhënë besim Ali Ahmeti dhe BDI-s në të gjithë ciklet zgjedhore, më 27 prill duhet të dalë masivisht dhe të votojë numrin 4, pasi BDI është partia që i përfaqëson shqiptarët, realizon interesat e tyre dhe punon për të mirën e shqiptarëve. Karvani filloi në fshatin Bozovc për të vazhduar në fshatin Veshan dhe fshatin Brodec, kurse në të njëjtën kohë një delegacion tjetër i BDI-s ka vizituar fshatin Gajër dhe fshatin Lisec. Ndryshe, tubimi qendror i shtapit Tetov u zhvillua në fshatin Shipkovic. Josep Dol, kryetari i grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian, Partitë Popullore, në intervistën e sotme për gazetën ditore të Strasburg DNA, paralajmëron eurodeputetët e arshëm se duhet të marrin përgjegjësinë për Ballkanin, duke marrë mësim nga ajo që i ndodh në Ukrainë, transmeton korrespondenti Mias nga Strasburgu. Ata eurodeputetët e arshëm së shpejti duhet të bëhen të vetëdijshëm me atë që ndodh në Ukrainë dhe gjithashtu në Ballkan. Në Ballkan situata është përthyese. Nëse nuk vendoset atje shteti juridik, do të vazhdojë banditizmi i madh, oligarkia dhe korrupsioni. Kjo është e pamundur të kontrollohet. Nëse kjo vazhdon, atje do të na ndodhë revolucion dhe shpresoj se nuk do të ketë luftë. Këtë na e tregoi shumë qartë në fund të marsit presidenti amerikan Obama kur erdhi në Bruksel. Ballkani është problemi i Europës dhe jo i SBA-s. Me keqardhje konstaton eurodeputeti francez. Josep Dol të rriqet nga gara për mandat të ri si eurodeputet, por mbetet në politikë si kryetari i Partive Popullore Europiane. Lideri i Partisë Dinjiteti Stojan Çangelov nuk beson se konflikti mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s është real dhe sipas tij ai është prej më herët një skenari para përgatitur. Kam informacion se VMRO, DPMNE dhe BDI janë marrë vesh që kryetari i parlamentit të jetë nga radhët e BDI-s. Kjo është marrëveshje e tyre. Nëse tani VMRO, DPMNE nuk merr 63 deputet, atëherë do të thotë se ne partitë më të vogla jemi fajtore sepse u kemi marrë votat dhe kështu ata kanë qenë të detyruar të ju japin vendin e kryetarit. Le të jenë të sinqertë dhe të tregojnë hapta si le të vendojnë, por shpresoj që të mos jetë ndonjë nga komandantët e ISHUÇK-s, ka thënë Angelov. Kryetari i PD-s Mendull Thaçi ka përgjigjëstruar zërat se mund të bojkotojnë zgjedhjet parlamentare të 27 prillit, siç u paralajmërua ditë më parë nga e përditshmja në gjuhën maqedonase Dnevnik. Në një tubim të mbajtur në fshatin Slatin, Thaçi ka thënë se subjekti që drejton ai do të garojë deri në fund. Mënyra si Ali Ahmeti frikson popullatën është mënyra e djallit. Me mënyrën e tij ai tregon se sa është i ligë kur bëhet fjalë për të mbajtur pushtetin. Ky po e bën punën e shejtanit që ti thot krye shejtani, tash në zgjedhjet e tjera kërcënoi shqiptarët që do i nxjerrësh prej pune, dua dërgosh inspeksin, kërcënoi se dua çojsh policin dhe atëherë shqiptarët jo që nuk do dalin në votime, por do dalin dhe do votojnë për maqedonasit. Në rrethin e parë votuan vetëm krerët e PD-s, por rezultati në 27 prill do të jetë ndryshe. I Adam qeverinë në vitin 2002 Alis, por atëherë PD-s nuk ka friksuar asnjë. Por tani Aliu e ka okupuar territorin, por territori i tij duhet të ndalet. Duhet t'i tregojmë se të votosh do të thotë u kthejt njerëzve liria. Më 27 prillit do të themi stop. Kush voton për BDI-n, voton për Gruevskin, ka thënë Thaçi.
Rizai Shaqiri, komandant Hoxha, në profilin e tij në Facebook ka akuzuar partitë politike shqiptare se janë dhënë pas biznesit dhe nuk njohin asnjë vlera detare dhe intelektuale. Ai thekson se ata po përdorin çdo mjet të mundshëm për eliminimin e rivaleve të tyre politik me qëllim që të sundojnë dhe shtypin popullin e shkretë shqiptar dhe me këtë u alektësojnë politikave ultranacionaliste maqedonase, sundimin politik dhe eksploatimin ekonomik. Ne nuk e urrejmë verbërisht partinë politike në pushtet, por ai u tregua servile u do bë bashkëpjesëmarrëse në shkeljen e popullit. Po dëshira pati rastin për këto vite 100 herë të bashkëpunoj për një opozitë të fuqishme, por lideri i tyre duke rrethuar çdo lider tjetër të opozitës ja pastron të oborin BD-s që më lehtë të merrte pushtetin, shkruan Rizai Shaqiri Hoxha. Në vazhdim e takimeve para zgjedhore të RDK-s në rajonin e komunës së Bukovinës u prezantua platforma zgjedhore nëpërmjet një analize krahasimore të deklaratave manipulative të funksionarëve të BDI-s dhe rezultateve të prezantuara nga eksponentët e VMRO-DPMN-s. Para të pranishmeve u mirëprit prezantimi argumentar i kandidatit për deputet Izet Zeqiri, i cili prezantoi dështimet e shumta të kësaj qeverie në shumë lëmi në dëm të popullit shqiptar. Izet Zeqiri thekste veçantë në diskutim i kushtoi diskriminimit institucional në lëmin e punësimit në sektorin publik, që sipas RDK-s u kanë kushtuar shqiptarëve humbjen e 22.000 punësimeve bazuar në kriterin e përfaqësimit adekuat në institucione. Gjevgjelia tregoi se di të bëj dallim edhe për këtë të dielën e dha mbështetjen për Gjorgje Ivanovin për president të shtetit. Jam i bindur se edhe më 27 prill mbështetja do të jetë akoma më e madhe për Gjorgje Ivanovin për president dhe për VMRO-DPMN dhe koalicionin fitues për Maqedoninë më të mirë. Këtë theksoi mbrëm lideri i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski në tubimin e Gjevgjeli. Është i kënaqur nga ajo që qytetarët tani më bëjnë dallimin me siç tha këtyre që vetëm premtojnë dhe nuk realizojnë, të cilët vazhdimisht manipulojnë dhe akuzojnë rrejshëm dhe garniturës politike, e cila tregoi se mundet të punohet ndryshe. Gruevski madje theksoi se në 4 vitet e fundit në kushte të krizës qeveria ka zvogëluar papunësinë nga 38 në 28%, e subvencionoi normën e interesit nga 15 në 5% që të mundësoj ekzistencë firmave. Me programin e verifikuar, shtoi Gruevski, papunësia do të zvogëlohet nga 28 në 22%, do të rritet numri i ilaçeve nga lista pozitive, do të ulet çmimi, do të furnizohet pajisja mjekësore për institucionet shëndetësore, do të rritet buxheti në arsim, do të lehtësohet importi i automjeteve të përdorura dhe do të ulet çmimi i kartonit të gjelbërt. Lideri i LSDM Zoran Zaev sot para gazetarëve tha se kryeministri Nikola Gruevski personalisht ka shitur Bankën e Maqedonisë shku biznesmenit serb Jovica Stefanović, i njohur si Gazdanini. Shitja është kryer nëpërmjet 4 offshore dhe 2 kompani vendore, të cilët zyrtarisht kanë punësuar me 51% të aksioneve të bankës, të cilët kanë qenë në kontrollin e Gruevskit, tha Zaev. Sipas dokumentacionit që posedon LSDM, shuma zyrtare e shitjes ka qenë afërsisht 900.000 euro. Megjithatë, jashtë kontratave oficiale të miratuara nga guvernatori i atëhershëm i Bankës Popullore Ljube Trpeski, Nikola Gruevski është marrë vesh për shumë shtesë për 1.5 milion euro për shitje të Bankës së Maqedonisë. Kjo shumë shtesë Gruevskit i është dërguar në të zezë kesh, thot Zaev. Në atë mënyrë Gruevski ka fituar shumën e plot për 2.4 milion eurove nga shitja. LSDM thret kryeministrin që vetë të pranojë ose ata do të vazhdojnë me publikimin e dokumenteve dhe provave. Dëbora që nga mbrëm po bie në Dibër krijoi një shtresë me trashësi për rreth 20 cm, ndërsa në vendet më të larta ajo është 2 herë më e lartë. Sipas kompetentëve, tani për tani nuk ka probleme më të mëdha në zhvillimin e komunikacionit drejt Mavrovës dhe drejt Strugës. Komunikacioni po zhvillohet në kushte të vështira, për çfarë arsye rekomandohet kujdes më i madh. Dëbora në mënyrë të volitshme do të ndikojë ndaj mbushjes së akumulimit të liqenit të Dibrës dhe lagështisë së tokës. Ambasadori amerikan Tracy N. Jacobson ka mbledhur të mërkurën në mëngjes liderët e partive politike me të cilët ka diskutuar sërish për mundësitë e votimit të gjykatës speciale dhe mandatit të Uleksit nga ana e Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve të lajmi.net, në këtë takim është caktuar data e parafort e votimit në Kuvend të mandatit të Uleksit dhe gjykatës speciale për krime lufte, por jo edhe data e zgjedhjeve parlamentare. Asnjë prej liderëve nuk ka qenë i sigurt se votimi i mandatit të Uleksit dhe ai për gjykatën speciale do të kalojë në Kuvend, prandaj nuk është folur për datën e zgjedhjeve, ka thënë burimi i lajmi.net. Ky burim ka thënë se ka pasur votim për Euleksin dhe për tribunali nuk mund të caktohet data e zgjedhjeve. Liderët kanë rënë dakord që kryesia e Kuvendit të mblidhet të premten dhe të caktojë datën e seancës parlamentare, ku do të votohet për mandatin e Euleksit dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, por është thënë se seanca nuk mund të mbahet përpara datës 23 prill. Së pari duhet të kryhet letërkëmbimi mes presidencës së Kosovës dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, të përgatitet ndryshimi i amendamenteve të mbi 10 ligjeve dhe më pas të caktohet seanca. Mirëpo gjithë kjo do të jetë e qartë deri të premten kur të mblidhet kryesia e Kuvendit, e cila a ditë do të caktojë datën e saktë të votimit në Kuvend, ka thënë për lajmi.net një zyrtar i lartë ndërkombëtar në Kosovë.
Banorët të fshatit Novoselovka në pjesën perëndimore të Ukrainës janë filmuar duke përpjekur që të ndalojnë automjetet ushtarake të forcave proruse që duket se po përpiqeshin që të hynin në bazën e aeroportit të afërt. Një grua shihet duke u thënë ushtarëve, ata janë duke na shfrytzuar të dy palëve për të përleshur me njëri tjetrin, ndërkohë një helikopter ushtarak është parë duke fluturuar në afërsi.